në hollin e kryeministrisë me të madhin Sherif Merdani, Il Grande i thoshte rinia e viteve 70 aty te bordurat para Dajtit, që na humbi nga syt një ditë bukur edhe nuk e pam më, përfundoi edhe ai si familja e tij në ferrin komunist. Jemi këtu për të kremtuar përpara vitit të ri me të përndjekurit dhe me veteranët e luftës, dy anët e të njëjtës medalje, idealesh dhe zhgënjimesh. Përfitoj nga ky rast për të uruar gjithë ish përndjekurit politik dhe veteranët, tamam siç tha kryeministri, si dy medalje, si dy anë të një medalje, një vit të mbar, shëndet, pse jo, edhe ca para nga ato që i takojnë. Ato nuk diskutohet. Jemi zotuar dhe ta mbajmë zotimin deri në fund të gjithë të përndjekurve që kanë mbijetuar dhe që janë ende mes nesh, do të marrin deri në fund qindarkën e fundit të dëmshpërblimit brenda këtij mandati, ndërkohë që vitin e ardhshëm do të mbyllet përfundimisht detyrimi ynë ndaj të mbijetuarve që janë në moshë mbi 75 vjeç.